SPRK prosecutors charges under count 1, 2 and 3 of aggravated murder, attempted aggravated murder and causing general danger. 7 të akuzuarit për shpërthimin në lokalin Sekiraqa janë liruar sot nga gjitha pikat e akuzës, pasi që gjykata gjeti se prokuroria Maria Bamie nuk I kishte zbuluar disa prova, të cilat mund t'i ndihmonin mbrojtjes. Në këtë rast të akuzuar ishin ish policët Betullah Mehmeti, Bekim Suma, Luan Çerkini, Fadil Sadiku, Arbresh Dalipi, Mehmet Mehmeti, si dhe ish pjesëtari I TMK-s Afet Dalloshi. Kryetarja e trupit gjykues Katrin Vitman tha se prokurori I cili zëvendësoi Maria Bamie kishte gjetur 2 foldera të cilët nuk janë treguar mbrojtjes së të akuzuarve. Attempted aggravated murder and causing general danger against the defendant are rejected. Refuzohen akuzat e PSRK-s 9 pikat 1, 2 dhe 3 të vrasjes së rënd në tentativë dhe shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm. Duke u thirrur në drejtën vendore dhe në konventat ndërkombëtare, gjyqtarja Viteman refuzoi akuzën në të gjitha pikat e saj, duke thënë se po të vazhdojë ky proces do të shkeleshin të drejtat e të akuzuarve. Në nëntor të vitit 2014, gjatë shqyrtimit kryesor të mbajtur para trupit gjykues para prak në këtë lëndë, prokurori Mortimor e njoftoi gjykatën se në zyrën e prokurores Bamie ai kishte gjetur 2 regjistrator me fjalën Ghost të shkruar mbi to. Sipas prokurorit Mortimor, ato përmbanin materiale relevante dhe ndoshta shfaqësuese. Po ashtu, ishte e qartë se ekzistonin më shumë materiale të cilat nuk I ishin zbuluar mbrojtjes. 7 të akuzuarit akuzohen për vrasje të rënd në tentativë dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Ngjarja për cilën sot u shpallak gjykimi ka ndodhur më 27 shtator 2007. 2 persona qenë vrarë e 11 qenë plagosur nga shpërthimi eksplozivi të vendosur te lokali Sekiraqa në lagjen Dardania në Prishtinë. Prokurori nuk e ka furnizuar mbrojtjen me të gjitha materialet shfaqësuese. Prandaj, ai ka zbatuar detyrimin e tij të përcaktuar me nenin. Ai nuk e ka zbatuar detyrimin e tij të përcaktuar me nenin 244 të KPP-s, I kuptuar në kontekstin e tij juridik, kushtetues dhe ndërkombëtar. Pas përfundimit të seancës, avokati Skender Musa tha se procesi ishte I montuar dhe se ky përfundim nuk ishte befasues. Have a nice day. Thank you, Your Honor. Thank you. Prosecutor, see you. Po shprit që do të jetë gjykim lirues për shkak se që nga fillimi mbrojtja ka potencuar se ky ka qenë një rast I montuar dhe prokuroria në asnjë rast nuk ka arritur me provu akuzën e saj me prova materiale. Ndërsa avokati Ram Dresha I tha se Maria Bamie duhet të pyetet se çka ka ndodhur me ato prova. Maria Bamie e din më së miri për çka edhe pse I ka bëm shefjen e shumë deklaratave, shumë dëshmive, shumë provave, të cilat pa kurrë dyshimi janë dëshmi shfaqësuese.